Njerëz, jemi dhe gabim e bëjmë, qarë të bëjmë tani, edhe kjo recetë u bë totalisht gabim sa do që duket shumë e mirë dhe jami. Cili ishte gabimi, tani do të shikoni në video, ky ishte gabimi. Më ra piper i zi më shumë se ç'duhej, edhe unë mendova, thash sa të mbyll kamerën, do ta heq piperin. Se kush më morin telefon atë moment, harrova, u llafosa në telefon, edhe pastaja kisha harruar që kisha hedhë më shumë piper tek patatet. Edhe i vendosa gjellën ashtu siç ishte, tepsin, në fakt se nuk është gjellë, tepsin me patate. E vendosa në atë. Kur u kthye djali nga shkolla pastaja, që i dhash për të ngrënë, edhe më tha mami, ky më djeg shumë, nuk e ha dot. Thashun po ky, ç'ne, që e djeg shumë. Kur u kujtova pastaja, se ç'kisha bërë, që më ra më shumë më tepër piper se ç'duhej. Kush na ha gjërat që djegin këtu në shtëpi, vetëm burri. Okej, dhe unë do t'i hengra një çik, po nuk i preferoj dhe shumë, se kishte shumë piper, siç e pat edhe në video. Ndaj edhe ngeli gjithë tepsia për burrin. Unë edhe djali porositëm nga jashtë, që thoni.